Nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar, ja veprimi që duhet të bëni që të shpëtoni nga ky siklet. Duke pasur nevojën për të shkuar në tualet disa orë përpara alarmit se t'ju zgjojë nga gjumi, mund të jetë vërtet e bezdishme, sidomos nëse ju ndodh disa herë gjatë natës që të zgjoheni për të shkuar në tualet. Dhe kushdo që përjeton këto e di se sa i lodhur mund të ndihet ditën tjetër. Ky problem prek miliona njerëz dhe mund të jetë shkak për shumë arsye. Por një arsye pse duhet të paraqitet tek mjeku është se mund të qëndrojë te dieta juaj ushqyese. Problemi i të pasurit nevojë disa herë gjatë natës për të urinuar mund të jetë për shkak të çështjeve mjekësore. Siç e dinë shumica e njerëzve, është një problem që shpesh bëhet gjithmonë më keq me moshën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Pjesërisht për shkak se kur rritemi, nivelet e hormoneve antidiuretike zvogëlohen, gjë që zvogëlon elasticitetin e fshikëzës tonë. Por ka dhe arsye të tjera që mund të qëndrojnë pas thirrjes për të shkuar në tualet gjatë natës. Diabeti, fshikëza e tepër dhe disa barna për zgjerimin e prostatës tek meshkujt janë disa prej arsyeve kryesore përse ju po zgjoheni gjatë natës për të përdorur tualetin. Nëse jeni një person që shpesh zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet, ka ardhur koha që të flisni me specialistin dhe gjithashtu të ndërmerrni hapat kryesor në parandalimin e këtij shqetësimi. Ulënduesit japonez nga Universiteti Nagasaki zbuluan se një arsye që mund të lidhet me dietën tuaj, më saktësisht me marrjen e tepërt të kripës në dietën e përgjithshme, mund të ndikojë drejt për së drejti në çështjet tuaja për të zgjuar gjatë natës. Në një studim për më shumë se 300 vullnetar ku morën pjesë, ulënduesit zbuluan se konsumi reduktuar i kripës nxit një urinim më të pakët. Është e rëndësishme që nëse shpesh zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet, duhet të rregulloni sasinë e kripës që shtoni në dietën tuaj. Teprimi me kripën mund të nxjisë zgjimin gjatë natës dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të theksuara të pagjumësisë. Prandaj tregoni të arsyeshëm me ushqimet e kriposura që shtoni në dietën tuaj. Një studim tregoi se duhet të evitoni gjithashtu edhe përmbajtjet me lëngje të tepërta të paktën një orë përpara gjumit. Autori i studimit, Dr. Matsao, tha se është e rëndësishme që të rregulloni dietën, të evitoni sasinë e kripës nga dieta juaj dhe gjithashtu të përmirësoni hidratimin në mënyrë që të rregulloni sistemin imunitar dhe të mos zgjoheni në mes të natës për të urinuar. Në rastin se nevoja për të urinuar po ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë se duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra juaj e urinës do të thotë shumë për shëndetin dhe nuk duhet të neglizhohen këto sinjale që trupi juaj është duke i shfaqur her pas here. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare, thotë studimi se ngrihet në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare, ku nevoja për të urinuar gjatë natës do të bëhet më e madhe. Gjendja quhet nokturia, dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se sa një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati, por edhe cilësia juaj e gjumit që mund të prishet. Gjumi i ndërprerë është i lidhur gjithashtu me një rrezik në rritje të diabetit, të sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës, madje edhe në disa raste problemin e radikaleve të lira që mund të shkaktojnë në organizmin tuaj. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme të ndryshme të sistemit mendor, të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza, të cilat mund të bëhen të paevitueshme edhe në shëndetin tuaj. Profesori i urologjisë Philip van Kerebryk po i paralajmëron njerëzit vazhdimisht që të mos e neglizhojnë një shkak të tillë dhe të paraqiten tek mjeku për të marrë një trajtim akoma dhe më të specializuar. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët
mundet të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj dhe kështu të ndikojë gjithashtu në aktivitetet tuaja ditore. Nëse zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet, kjo do ju prishë cilësinë tuaj të gjumit dhe të nesmen do ju bëjë që të ndjeheni më të lodhur dhe më të brisht për aktivitetet tuaja ditore. Një gjumë i natës i ndërprer mund të ketë një ndikim negativ në shëndetin fizik dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënia dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë ndjeshëm nga këto ndryshime. Prandaj, nëse përjetoni këto shqetësime sidomos gjatë natës, duhet të konsultoheni me një ekspert. Profesor Kerebrëk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nukturin, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në formën e funksioneve mendore, duke bërë më të vështirë që të nesërmen të përqendroheni në punë, të kujtoni gjërat e reja dhe të merrni aftësitë ose faktet e reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë gjithashtu edhe sëmundje në urinimit gjatë natës, mund të jetë gjithashtu një shenjë se mund të ndikojë në aktivitetet tuaja. Nokturia mund të shkaktohet nga mbiprodhimi i urinës që mund të jetë simptom e kushteve më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria mund të jetë gjithashtu një nga shkaktarët kryesor që ju mund të urinoni mbi 2.5 litra urinë çdo ditë. Kjo mund të ndodhë ose sepse jeni duke pirë një sasi të madhe të lëngjeve, ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze. Prandaj duhet të paraqiteni tek mjeku për një trajtim më të specializuar dhe më të kujdesshëm. Është e rëndësishme që një person që ka diabetin e tipit 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nëpërmjet urinës, gjë që rezulton me urinim të tepërt kryesisht edhe gjatë periudhave të ndryshme të gjumit. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja siç mund të jenë edhe gurët në veshka, atëherë do ju urinoni më shpesh dhe do të keni probleme të ndryshme me shëndetin tuaj. Dhe do të filloni gjithashtu të keni edhe probleme me dhimbjet e shpinës, humbje të peshës, djerse të tepërta të natës, dobësi të këmbëve gjithashtu edhe në rastet ekstreme edhe ethe. Nëse përjetoni urinim të shpeshtëzuar gjatë procesit të gjumit, është e rëndësishme të adresoni atë tek mjeku juaj, pasi neglizhenca mund të kthehet në një faktor ndikues të drejtpërsëdrejti në çështjen tuaj shëndetësore. Nëse jeni duke urinuar më shumë se zakonisht, mund të ketë një arsye të thjeshtë. Ndoshta keni rritur sasinë e lëngjeve që keni konsumuar vazhdimisht gjatë ditës, ose edhe keni pirë shumë pije diuretike të tilla si pijet me kafeinë, gjithashtu edhe ato me përmbajtje të lartë të gazit. Por nëse këto shkaqe janë në përjashtuar direkt në rastin tuaj, urinimi i shpeshtë në gjumë mund të lidhet gjithashtu edhe me çështje të ndryshme shëndetësore mjekësore. Ka disa probleme të zakonshme shëndetësore të cilat mundet të shkaktojnë rritjen e prodhimit të urinës dhe të ndikojnë drejtpërsëdrejti në çështjen tuaj shëndetësore. Ja çfarë duhet të dini për disa arsye kryesore pse mund të përjetoni urinim të shtuar, i njohur gjithashtu si poliuria, si dhe çfarë duhet të bëni nëse vuani nga këto shqetësime. Çfarë është poliuria? Sipas urologëve, poliuria do të thotë të kesh periudha të shpeshta ose të shumëfishta të urinimit në një periudhë 24 orare. Një person që vuan gjithashtu nga problemet e poliurisë mund të prodhojë më shumë se 3 litra urinë në ditë. Dhe duhet të keni parasysh se poliuria është ngjashme edhe me nokturinë dhe kërkohet një vëmendje theksuar mjekësore në situatën tuaj në mënyrë që t'i bëni ballë komplikacioneve. Më e rëndësishmja është që të gjeni shkakun kryesor të urinimit të tepërt, kryesisht edhe atij të përdorur gjatë natës. Është e rëndësishme që nëse përjetoni një urinim të tepërt gjatë natës, të konsultoheni me mjekun, të ndërmerrni hapat bazë për t'i dhënë në fund këtij shqetësimi dhe gjithashtu të trajtoni komplikacionin tuaj që në themel. Është e rëndësishme të mos neglizhohen shenjat dhe të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku përkatës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.